Fenomeni i blerjes së votës është denoncuar në çdo proces votimi në Shqipëri, madje përsëritet në çdo raport të OSBE-Odirit, por Sali Berisha pretendon se ka një video që e provon këtë. Bëhet fjalë për një filmim që zgjat pak sekonda, ku duken dy gra dhe një burr që mbajnë në dorë lista dhe largohen nga dera e një shtëpie për të hipur në makinë. Gruaja që i filmon dëgohet të thotë vazhdoni blini vota, ndërsa një nga personat e filmuar i përgjigjet ne kemi punët tona. Gjatë konferencës me gazetarët në Selim Blu, Berisha u shpreh se filmimi është bërë në Babru dhe tregon një ekip patronazhistësh që shpërndajnë para për vota. Natyrisht, shpërndarja e fshehtë e parave është vështirë të kapet, sepse ata që kryejnë këtë krim elektoral bëjnë çdo gjë që të fshihen gjurmët e tij dhe të mos dalë. Megjithatë, kamerat e qytetarëve syçelët kanë filmuar momentin kriminal të ndarjes së parave për vota, dhe kjo jo të themi pas dajtit apo në Mokur apo në Tropoj apo në zonat më të largëta. Jo, kjo në Tiranë, në Babru, dhe urdhëroni videon që do u paraqes sot para jush, u shpreh Berisha. Sipas tij, personat e filmuar janë të identifikuar, por në konferencë nuk u përmendën emrat e tyre. Personazhet në video janë të identifikuar plotësisht, janë eksponentë të thekur të Partisë Socialiste. Të bëjmë një marrëveshje. A mund të quhen zgjedhjet në të cilat shteti i quajtur shtet përdor të gjitha financat e tij për të bler vota? Pyet Berisha.